dhe mirë se erdhët në vlogmas numër... Çfarë numri jemi? Te 12-ta. Sot jam zgjuar pak vonë, sepse ndihesha që nuk mundesha të ngrisha nga krevati, jo sepse më fleshe gjumë, jo sepse kisha nevojë për më shumë gjumë, thjesht sepse ndihesha që nuk kisha fuqi. Në përgjithësi sot jam zgjuar edhe kam një ndjesi që disi po më guxulis pak gryka, disi nuk kam fuqi, disi kam frikë. Mos jam e sëmur, akoma jam okej, po janë këto shenjat e para që të jep sëmundja që fillon, edhe shpresoj të jem gabim edhe nesër të jem perfekte, edhe të jetë thjesht sot që u zgjova kështu, por meqense u ngrita vonë nga krevati nga ora 11, vajta mora kafen time edhe nuk arrita as kafe të pi, as mëngjes të ha, sepse desha të vë një fshes në shtëpi, të mbledh rumujrat, të ndroj çarçafet, të ve lavatriçe, të mbledh rrobat, të ndiej rrobat të tjera e të gjitha këto punët, desha t'i bëj shpejt që të arriti mbaroj para orës 2:30, sepse pastaj nuk mundem të bëj zhurmë në shtëpi, se ata që jetojnë këtu poshtë na bëjnë shamat çdo herë që vem fshes nga ora 3, nga ora 3:30, sepse kanë edhe një fëmijë të vogël që flen atë orar. Edhe e kuptoj, kështu që po mundohesha t'i mbaroj të gjitha shpejt, por tani ka arritur ora 2, që i kam mbaruar thuajse të gjitha, jo të gjitha, edhe unë nuk kam ngrënë as mëngjes. Prandaj kam thënë tani një tost të piqet këtu në kuzhinë, sepse edhe pse është ora 2, unë nuk mundem të filloj ditën me drekën, kur nuk kam ngrënë mëngjes. Nuk e di pse, nuk ka kuptim te truri im, kështu që do filloj me tost. Edhe pastaj mbas një orë, besoj do haj edhe diçka për drek. Po çfarë do haj për drek? Unë nuk e di, nuk e kam menduar edhe këtë. Mori babi dje mishpule nga supermarketi, kështu që mbase do e nxirr që ta bëj pak në air fryer, të marr pak protein që ta marr veten. Nuk e di, do shohim. Desha sot të shkoj edhe në palestër në mëngjes, po nuk kisha fuqi fare, kështu që thash lere, më mirë jo. Shpresoj të arri ta bëj nesër, sepse më ka munguar edhe palestra. Edhe tani që do shkoj jam e sigurt që do ndihem fillestare, sepse kur bëj një pushim të madh nga palestra, pastaj rikthehem edhe nuk mundem të ngrej as gjysmën e peshës që ngrija normalisht. Do vjen depresion, po do ja dalim. U kthe edhe mami në shtëpi, sa erdhi hëngri dhe ka filluar tani po presh. Qa ke ndërmend të na gatuash që po pret preshin? Gjell me presh. Gjell me presh. Po pse nuk bën lakror me presh? Po lakror, qa do do? Edhe themi për pak të nisemi të shkojmë në supermarket, të shohim po do gjejmë atje drita për pemën të tjera. Edhe kemi afër edhe Jambon, kështu që po nuk gjetëm te supermarketi, do shkojmë një xhirë edhe në Jambo, që të vazhdojmë sot me pemën, që ta përfundojmë në fund. Ere nuk është shumë cute kjo që kemi vënë te dera. Unë as nuk e dija që e kishim, thjesht e nxora nga zbukurimet, thash, ha, kjo super e bukur, nuk e di kur e kemi marrë, edhe e vura nga ana brenda e shtëpisë, e derës, jo jashtë, sepse ndiem që shumë e bukur që ta kemi jashtë. Këm të blejmë një që tjetë e keqe ta vemi jashtë. Jo, kemi edhe një të dytë, që nuk është aq e bukur, që atë do e vendosim jashtë. Ja edhe zbukurimet jashtë shtëpisë, sepse ne kur bëjmë diçka e bëjmë tamam. Jashtë, brenda, në çdo vend. Mami ndërkohë këtu poshtë. Elena, mos trego të gjërat me mami. Bajdo një sekret e kam thënë? Bajdo një sekret, hajde. Këtë rrugicën e kishim. Edhe këtë blem tani që ta vëm për Krishtlindje. Mami e provovi këtë edhe i duk shumë e vogël, edhe pastaj la edhe tjetrën që kemi nga poshtë. Tani, ç'a kuptim ka e gjitha kjo? Nuk e di, vetëm mami ime. Nuk ka kuptim, do ta heqim pastaj kur të vim. Mirë, hajde. Edhe morëm drita, 500 copë kësaj radhe, 500 led, edhe do i shtoj, tani këtu të bema, mami ka vënë këto, që më tha që quen ketra, ketrushka, më duket, më tha, thoj në vlog që u zjova sot edhe ati që i kisha lënë bosh pemën, pash sot që kishin erdhur 2 ketrushka në pemë, po i thash mami. Pa tjetër që do e them. Dje kemi vënë dritat të para,
që kishim, ato që funksiononin të rejat nga Jumbo, edhe tani do ve edhe këto të tjerat që janë më shumë, shpresoj të ketë ndryshim të bukur me kaq dritë ka që kemi marrë. Ndërkohë që unë do ve këto në pemë, kam vënë edhe mish pule të piqet në air fryer që të haj për drek, edhe pastaj sa të mbaroj me ushqimin, do vi David të më marr i dashuri. Ja, po merre në telefon. Që të shkojmë bashk për kafe, edhe do shkojmë të marrim edhe kordel tjetër që të vazhdoj të bëj edhe disa fjongot të tjera që ta mbushin pemën tonë. Disi mbarova me dritat, po i thash mami të vazhdoj sepse unë i thash me dritat nuk e kam te pema. Me gjithë të tjerat mundem të merrim, dritat janë mi kam vdekje, për 5 minuta do zbres poshtë, sepse është këtu afër Devi, do vi të më marr, edhe do i çoj edhe këto të dyja që i mora për shtëpinë e tij nga Jumbo i mora të dyja. Janë shumë cute, po i mora sepse e di që i pëlqejnë mamit e David. Kështu që do ja çoj pastaj. Edhe një gjë tjetër e vogël që mora në Jumbo që harova t'ju tregoj. Edhe nuk është shumë cute. Shikoni se e bukur që është. Gjithmonë desha një të tillë, po për një arsye janë shumë të shtrenjta. Dhe i shikoja gjithmonë Jumbo, domethënë ato të mëdhajat kushtojnë 15, 20 euro, 25. Shumë të shtrenjta, po pash këtë që ishte vockël edhe kushtonte vetëm 3 euro, më duket. Edhe sa e pash rash në dashuri, thash do e marr, do e ve diku këtu te dhoma ime. Edhe shumë pëlqen që shtëpia fillon edhe bëhet e bukur, Christmasi. Nuk do ndrohem fare, do dal me këto rroba që isha që parë, me tuta edhe me tuta, sepse nuk kam fuqi, oreks, energji për as edhe një gjë. Dave, përshëndet vlogun tim. Hello vlog. Sepse njerëzit mbas udhëtimit që bëra besojnë që jemi ndarë. Më të vërtet. Po. Pse? Se më kanë shartë të gjithë. Pse? Se më kanë shartë të gjithë. Janë kështu me mendjet e mbyllur, më duket mua. Janë kështu pak me ato të vjetrat. Po, pak strano. Pak strano. Po thoj që jemi bashkë akoma. Jemi bashkë akoma. Bravo. Se njerëzit do flasin gjithmonë. S'kemi ç'bëjmë. S'kemi ç'bëjmë. Arrita te dyqani, dyqani është i mbyllur, mora në telefon, më tha për 5 minuta jam atje se ka trafik në rrugë, kështu që po pres edhe 5 minuta. Ajo zonja në telefon më tha 5 minuta, u vonua 20 minuta, edhe Devi po më pret në makinë, më duket do doj të më vras tani që do kthehem, por le të qetësohemi, edhe të shkojmë të pim një kafe tamam si njerëz. Dua shumë të më shkurani si e duket, të ndjem që nga kjo anë që shikoni ju tani duket pak bosh, do me thënë do desh edhe pak më shumë, po tani s'kemi ma, mjaft. Po nga ana këtej që e shohim ne që rrim në sallon, duket më plot. Çdo vit do shtojmë edhe diçka, tani s'mundemi të bëjmë të gjitha, por unë hypa këtu lart që të ve yllin lart. Jo, do dyshe të vinim një kështu fjongo të madhe fare. Tara! Nuk e di fare po duket ylli te kamera, po unë e vura. Atë që duhesh të bëj e bëra ma. Lana, unë themi që ne ma poshtë do ta bëj të kuq. Mami, unë them Nuk shkon tash ajo atje. festat mbara them unë. Festat mbara. Festat mbara, po tani ti nuk do rish rehat derisa të bëhet i kuq ky. Iqe, se nuk e... Pse? Mua më pëlqen. Do e le, edhe po ti të kesh oreks, bëj çfarë duash. Më pëlqen ideja çdo vit të ndryshosh tematik të pema jote, po duhet kesh lek që ta bësh, kështu që pak vështirë situata, po do mundohem. Vitin tjetër unë them ta le me drita fare, do jetë kjo një tematik. Vetëm drita pa zbukurime pasja. Vitin tjetër vetëm pemë pa drita. Pastaj vitin tjetër vetëm pemën, pastaj mami do e hiq fare pemën, nuk do vem asgjë. Ama, e gëzuar tani? Po, shumë e lumtur jam. Vetëm se vure ke. Vetëm se vure ke trushat që ju tregova që parë, atë idenë fantastike të mamit, ja. Tani u gëzua, kështu që jemi të dyja të lumtura. Po plere atë kështu ka lezet. Unë me fjongo, mami me ketrushkat. Tani që e shikoj në kamera, duket shumë cute. Mirë, ylli nuk është fantastik atje lart, po okej. Yllin njerë nuk e kam vënë mirë, nuk e kam vendosur mirë. Duket shumë keq ashtu siç e kam vënë, po Do ta rregulloj mami, do ta bëj të bukur, iqe pa diti. Iqe. Mama, hiqe vet. Ditë keqen mami. Hiqe vet. Po,
Ti do ta vesh prapë, mami do ta rregulloj. Do të ndroj ngjyrën. Mos e bëj të kuq. Pse? Po si do e bësh të kuqme? Shketi ka marrë ato taktikat e veta të rrezikshme. Me atë bojën që ke për vezët e... Ja, më dhe një ide tash, se kisha mendje. Po një ide mirë, me bojën që luaj vezë të kuqe, mund ta luaj yllin tabet kuq. Po... Backgroundi, me pejmën, shumë e lumtur jam. Por, tani ka erdhur ora të hapim advent kalendaret tona, edhe sot do fillojmë me Revolution, kështu që ta ndryshojmë radhën çdo ditë. Sot kemi të hapim numrin 9, që 9-ta është kjo këtu, e vockël më duket. Do jetë ndonjë buskuq ose ndonjë maskara e vogël, nuk e di. Shimmer Shadow, prap ton për syt është. Është ton për syt, po me xixa. Një ngjyrë që më duket nuk më pëlqen fare, prisni t'ja tregoj nga afër, sepse është në këtë ngjyrën silver që un po përdora ngjyrë, sidomos xixa, do ve gold, jo silver, por le ta testojmë. Me zor duket kjo. Jo, jam e sigurt që nuk do e përdor, ja si duket te dora ime. Nuk vdiqa. Po të ishte gold do më pëlqente shumë. Po ma prishin ngjyra, mami të pëlqen. Më mirë është pse? Të pëlqen. Po. Mirë, ta gëzosh. Edhe unë do kaloj te dieta. Le të shohim çfarë ka. Nuk dali Nikolaj këtu. Buskuq është. Më duket buskuq është, po prisni ta hap se nuk mundem të kuptoj. Ja si duket nga paketimi. Thotë që ka këtë ngjyrën. Është buskuq. Edhe ka ngjyrë të bukur. Më pëlqen kjo ngjyra shumë. Është mini buskuq, por më pëlqen shumë ngjyra nude që ka. Shumë e bukur. Është një ngjyrë shumë neutrale, besoj shkon me çdo gjë, me çdo laps përdoret. Nga ana tjetër, prindrit e mi nuk respektojnë asgjë, flasin edhe nuk intereson edhe fare që unë bëj video. Edhe tani kalojmë te advent kalendari tjetër, po është bërë një rrëmuj këtu brenda. Kalojmë te Nanta, nuk e di çfarë është. Është sapun për trupin. Sapun apo shampo për trupin, themi, çfarë themi? Apo shampo është për flokët? Apo përdoret për të dyja? Nuk e di. Okej, nice, për udhëtimet e mia super. Edhe kalojmë te dieta. Kjo më duket më e vockël. Mund të jetë ndonjë lipozan për buzët. Këtë do desha realisht tani në këtë moment, sepse më janë thash shumë buzët këto ditë, por nuk është për buzët kjo. Kjo është mask për fytyrën thot, edhe është me probiotik. Do e provoj, do ju them rekomandim edhe për këtë, edhe disi kështu, edhe pse jemi te dita 12, ne do hapim deri te 10, se nuk ka lezet t'i hapim të gjitha brenda një ditësh. Nesër do hapim 2 të tjera, do e çojmë kështu muhabetën. Edhe unë do i le në anë të gjitha. Nuk e di po ky vlogu ka dal i madh, po ka dal shumë i shkurtër, nuk e kam iden fare, por realisht në këtë moment e vetmja gjë që dua të bëj është të shtrihem, sepse ndiem që nuk kam fuqi për asgjë. Shpresoj nesër të jem pak më mirë, sepse po vazhdova kështu, nuk e di si do shkoj situata me vlogmasin, unë e Semur edhe vlogmasin nuk shkojnë bashkë këto të dyja. Pastaj nuk e di çfarë do ju tregoj, që jam shtrirë gjithë ditën në krevat, mbase. Po doni ta shikoni 10 orë me mua në krevat duke fjetur gjumë, mundemi ta bëjmë shumë kollaj. Por unë diku këtu do ju le, edhe shpresoj ne të shihemi nesër. Që bani një like, një subscribe, një koment, edhe unë ju puth.